Miqtë e mi, ju përshëndes nga hapësira Pink Report, këtu në Reze Dielli, ku në fakt ne jemi mësuar që t'jemi më të çlirë dhe me personazhe shumë të këndshëm dhe interesant, që janë pjesë e rrugës së artit, por dhe ata të cilët aspirojnë të bëhen të famshëm. Nuk e di, Giulia, në e thash mirë apo jo, jam këtu me Giulia Caravellën, e cila realizon Pink Reportin. Është kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit Enida, jo, ishte shumë me sakt. Në fakt, edhe personazhi që kemi këtë javë është një këngëtare e re, e cila aspiron, por deri diku edhe ka arritur një farë suksesi kohët e fundit me prodhimet e saj muzikore. Cila është? Është Kida, emri i saj artit është Kida dhe emri i saj vërtet është Orhide Latifi. Në fakt është një këngëtare nga Kosova, e cila kohët e fundit ka realizuar disa produksione muzikore dhe njihet jo vetëm në Kosovë, në vendinjen e saj, por edhe në Shqipëri. Nëpërmjet koncerteve live, por edhe nëpërmjet klipeve dhe bashkëpunimeve me reper të ndryshëm. Çfarë të bëri përshtypje nga intervista me të? Tani, jo të gjitha detajet e rëndësishme, mos i zbulojmë që në fakt ajo është ende një vajzë e vogël, është ende në gjimnazin temi dhe është akoma me këtë pjesën e dehjes deri diku nga entuziaste. Absolutisht entuziaste nga emocionet e skenës dhe emocionet e duhet rokitjeve që i dhuron publiku, por premton shumë. Për shkak të vokalit të saj, por edhe të mënyrës veçantë interpretimit, si në stil, ashtu edhe në veshje apo në rrymë muzikore që ajo performon. Çfarë rrymë muzikore? R&B më tepër. R&B më tepër. Dhe kemi mundur të qëndrojmë disa minuta me të në Pink Report normalisht, edhe ajo ka rrëfyer goxha që prej fillesave që në momentin që është pikasur nga menaxheri i saj, por edhe bashkëpunimin me MC Crashën, i cili momentalisht është një nga reperat më të dëgjuar në Kosovë dhe në Shqipëri. Gjithashtu ka vijuar edhe me këngët e tjera, të cilat janë të njohura në vendin tonë, por edhe me projekte të reja, të cilat pritet së shpejti ti promovoj. Mirë, nuk po themi më shumë sepse nuk duam t'i zbulojmë gjërat përpara le t'ja lëm kuriozitetit të shikuesve tanë këtu në Pink Report në Reze Dielli. Giulia, faleminderit që ishe këtu. Faleminderit, Enida. Atëherë ndjekim këtë intervistë realizuar nga Giulia Caravella për Kidën, një nga personazhet që aspiron të bëhet më e famshme se ç'është. Miq të rubrikës Pink Report, ju përshëndes. Nuk mund të mungonte edhe këtë javë rubrika e emisionit Reze Dielli Pink Report, pra, e cila ju tregon dhe ilustron sa e përket jetës dhe aktivitetet e personazheve të njohur shqiptar, të showbizit shqiptar. Pra, sot kam kënaqësinë të kem një këngëtare të re në fakt në fushën e muzikës, por me mjaft talent. Duket se me klipet e saj ka mundur të fitoj jo vetëm klikime, por edhe shumë fanca në Shqipëri edhe në Kosovë. Jam këtu me Kidën, të cilën dua ta falenderoj shumë që ka pranuar të në Pink Report. Faleminderit juve për ftesën. Atëherë, duke qenë se je vetëm 17 vjeç, mund na thuash si nisi ky pasion yt për muzikën për të materializuar më pas në klipe dhe në performanca kaq të suksesshme? Fillimisht kjo nuk ka qenë plan që unë në fakt ka qenë plan që unë më bëj këngëtare, por nuk ka qenë plan që unë më dalë çka të shpejt, siç më marrdu stash të vet. Është një ndjenjë shumë e mirë. Nuk e kam besu që kësha mujtë që ka të shumë arrit me dy kongë. Pasaj fillun edhe projekte tjera, kështu që veç më qunë pak ma nalë, kështu që ponina shumë mirë, është një ndjenjë me vërtet shumë e mirë. Mire të si one se ki asnja, me mëzavën su nuk mund është me kur gjo, ka me t'man mali man. Se di se lodhesh me gjithë tjera, ma t'mirë se unë s'ki me pas, jo nuk ki me pas, po priti, po s'ki me pas, Kiem edhe herën tjetër, kiem e mdaku sa heden shirë, pra mga kur m'kallon, më së po kështë unë s'po shë, s'ki që i ti mu se nuk kypi jo. Cili ka zbuluar në fillim talentin tënd? Kush tha që po, Kida do bëhet këngëtare, është për të bërë këngëtare? Menaxheri Mehmet Elçani, ai ka shpreh dëshirë me marrë këngëtare të re, unë kam qenë ajo zgjedhja e tij, i kam pëlqyer si stil mas pare, mandej kanë vendosur me testu zonin, ju ka pëlqyer edhe zoni, unë kur nuk kam menduar se për ne më bëni këngëtare, gjithë kam pas dëshirë, po
jo me koni këngëtare ta më në finale, po ju kam pëlqy, kemi ushtru këtë gjatë 2 vite, mandej fillu me startu me punën. Se përket klipeve, mund fillosh na tregosh disi rreth fillesave të tua në klipin tënd të parë, si u gjende, si ishte, se duhet edhe të aktrosh disi në klipe, të performosh, të kërcesh që ti ke bërë të gjitha këto. Si e ndjer? Klipi i parë ka qenë me MC Kreshën, me të vërtet mas pari gjëja që më kam frymëzuar me vazhdu konë që jem të e bo një bashkëpunim me MC Kreshën, është një reper shumë i mirë, mu më pëlqen shumë, edhe është një njeri gjithashtu shumë i mirë. Ka qenë një lloj bashkëpunimi me shumë veta, të gjithë e kem pas një team shumë të madhe, mas pari për stel është për kujdes Sara Recep Pula, mandej për flokt është për kujdes Fita, për tekstin Mimbima, spotin e mrekullueshëm që ka bo Imagine, Zapi Krisi për këngën shumë të bukur që ka bo. Gjithë kjo ka qenë diçka që unë me të vërtet e kam dasht, edhe më ka frymëzu me vazhdu më tutje, se u po një këngë që mu ka bo mu një pak si mrena ashtu mirë, gjithçka ka fillu aty. Unë për vallëzim nuk e kam problem se kam qenë edhe vallëtare 6 vite, kështu që e gjitha organizunat projekt, kështu që kredi kam pas mirë, s'kam pas ndonjë problem ose diçka. Shi lot s'ka me vujt, vitet ti në fund mujt, jes që faktura ujt, isha ardh ma heret me mujt, kësa herë s'ka me lujt, zemra mu ka zbut, you play for keeps, m'aj tut, s'du më shty, du me të... Është pritur mjaft mirë si klip në fakt, po doja të ndalesha te klipi jot më i fundit, si të zhdukur në krahasim me Rikthejmna? Fillimisht jam tut pak me qit on air, shkaku që Rikthejmna ka pas një sukses shumë të madh, edhe unë për vetë jam friksu, edhe pse Zapi Krisi më kanë dhënë gjithë motivim që kjo është e mirë, duhesh me qitë, edhe ata i kam dëgju gjithmonë, e qëto më najer, edhe ajo ka pas sukses shumë të mirë, shtash i ka bo 1 milion e diçka views, pja ofrohet Rikthejmna, kështu që më ka pëlqyer edhe ajo, edhe ka arrit shumë në Shqipni, që kam dëgju on air pëlqet më shumë, edhe gjithkund ka jam sill, sot e kam dëgju, kështu që ka pas një sukses mirë edhe on air, kështu që nuk ka diçka që nuk jam e ndonë kesh ose diçka. Si unë nuk i me pas ti, ma ka një për ty, po dikur ma ti, e kom shkrujt najr, e kom gjujt najr, jem të fil najr, tash dush me lyp najr. Shumë i retën se unë e se ki as një, me mzavën su nuk unush me kur gjë, ka me pan mali man. Se di se lodhesh me gjë tjera, ma t'mi se unë s'ki me pas, jo nuk ki me pas, po prete po s'ki me pas, Shiem edhe herën tjetër, keme mdaku sa heden shiar, pram nga t'kun. Në fakt kemi vënë që nuk je vetëm këngëtare klipesh, këngëtare studio, le të themi, por edhe këngëtare që performon live. Ka ndodhur jo vetëm në Kosovë, por edhe në Tiranë. Si të kanë pritur dhe mund ta bësh pak dallimin në klubet e Tiranës, në klubet e Prishtinës? Zakonisht gjithë më kanë pritur shumë mirë, ka pas shumë veta, e kam vendosur me dalë live se nuk është diçka që është shumë e vështirë, se unë e bëj edhe kështu pa dalë para publikut. Për mua është shumë e thjeshtë, kështu që e bëj me qef, gjithçka që ka ndodhur tash është shkaku i qefit tem, edhe nuk është vështirë, është shumë mirë si në Tiranë, si gjithë Kosovën, si gjithë Shqipërinë, më kam pritur shumë mirë. E sheh më shumë veten në Kosovë apo në Shqipëri, apo midis të dyjave, siç e duke vepruar tani? Tash jam midis dyjave, kështu që dyjat njëjtë. Sa i përket projekteve të reja, çfarë do të sjellësh këtë periudhë? Tash jam të punuar me një këngë të re, kam ju pëlqyer shumë, besoj se është një këngë me të vërtet shumë e mirë, është pak reggae, është tamam e kësaj kohës, si më e lehtë diçka. Jam të punuar shumë, kam shumë projekte për që të verë, tash që po vjen,
kam edhe 2 tash për to mujt, kam shumë projekte, po munona me bo atë mirën ta. You know about me, I'm a murder, love ain't know about me, I'm a murder, love, I'm a murder, I'm a murder, what you know about me, I'm a murder, love ain't know about me, I'm a murder, love, I'm a murder. Me a bad boy, they know me as a murderer. Mos hajde vetër, I'm a block, cause I'm a murder, yeah. Pedin kush jam Një ditë e zakonshme e Kidës si është, duke pasur parasysh që këtë periudhë e përfshirë në muzikë. Sa ka ndryshuar jeta jote nga një adoleshente e thjeshtë, le të themi, në një këngëtare që tashmë po kërkohet në klabe, po kërkohet në për intervista, si ka qenë ky ndryshimi? Nuk ka qenë shumë ndryshim i madh, unë jam konë edhe valltare dhe çajo periudhë më ka bo me u njoftu me skenën, se kam marrë shumë pjesë në për koncerte tilla që ka pas shumë publik. Për tash jetën e përditshme e kam pak si ma të vështirë, shkaku që nuk guxoj me dalë shumë, nuk guxoj me u shfaq shumë, se mundet me ndodhë në një problem, nuk është e ditun, mandej me shkollën. Shkolla është ajo që po më bën pak shumë problem, se nuk është që s'po du mi u përkushtu, po definitivisht s'po kam shumë kohë, tash jam edhe to e kry, ma në fund, edhe s'po shkojnë shumë keq, kështu që diçka ndoshta ka ndonjë problem. Pak. Ku e sheh veten në të ardhmen përveç muzikës? Do përfundosh shkollën arsimin e mesëm dhe më pas çfarë ke menduar? Tash e përfundoj të mesmen, mandej po du mi u përkushtu shumë muzikës, se e kam marrë me qef dhe po du me shku deri nalt kë kom pa veten. Ndoshta me dizajn më shkon shumë, dizajn për tesha diçka, kam e pru diçka, besoj, tash kur të përfundoj, po më pëlqen shumë dhe kisha pas qef me përfundu. Po prindrit, duke gjykuar që edhe nga mosha ja akoma e vogël, e kështu ndoshta kanë parë me pak skepticizëm të dëshirën tënde për muzikë apo të kanë mbështetur? Jo, prindët e mi gjithmonë kur kam qenë e vogël kam pas qef më bo këngëtare, më kanë mbështetur shumë, sidomos babi ka pas një mbështetje shumë madhe ndaj meje. Kur u jem taku me këta që me u nënshu një kontratë dhe me bo diçka, kur kam tregu babit ka thonë që po, me njëherë se i pëlqen shumë dhe e kam mbështetjen e tyne, edhe janë tri kështu që më kuptojnë, edhe kam shumë mbështetje për familjes përgjithësi. Sa e përket shoqërisë, si e shef ajo këtë pjesën e të qenit midis dy botëve? Që shpesho deri që tash, pak po ju dohet ashtu si ajgare, po janë mësu me mu që jam shumë ashtu e shoqënume me gjithkën edhe ashtu në stop të folë diçka, po tash jam ma tip ma ndryshe, se normal ndryshon pak, shaku që dush me majt pak ma shumë që ndrem, nuk e di, ndoshta s'po më shojnë që ashtu që shkom qejem, po besoj që kanë me më support deri aty ku shkoj, besoj që e kam mbështetjen e tyne. Repera plot kur nuk kena pas sa ka sot, nuk pi një kur pisha, po as një kërkush kur gjë nuk o ka thot. Unë po kam ma shumë kesh, unë be boj ma hot, bënu një ma kreative, mos hani mu t'vish kot. S'jam t'u bo pytje, kështu që s'ka nevoj mu përgjigj, s'po vi me pastru sen, tash jam unë në ren me fliq. I'm a murderer, I kill the beat, masakër me muzik. Përveç MC Kreshës, ke menduar të vish me ndonjë këngëtar apo rapper tjetër në ndonjë bashkëpunim? Apo do vazhdosh solo? Jo, kam mendu që me bon ndonjë bashkëpunim tjetër, po nuk e di me kanë. Këto bashkëpunimet i vendosin Zoapi Krisi, aty në ju besoj, se e di që është e mirë për mu, edhe po ja u lo aty në ndorë, ka shumë që kësha pas qef me bo kongë me ta, po nuk e di të sakt atë personin e duan. Sa e vështirë është për një artiste të re të futet në tregun muzikor? Si e ke parë këtë pjesën? Për mu ka qenë, se moj me thonë shlirë një fatë, që unë jam njoftu me On Records, me Zoapin Krisin edhe menaxherin Metin. Unë jam bo official këngëtare e On Records,
edhe shumë kom pas fat rasti drejtimi se asnjë artiste e re nuk u kon që atë periudhë kur unë kom dalë. Edhe që aty kur kam dalë unë u kon një sukses shumë i madh dhe tash qaj sukses veç është më qute nalë. Kështu se po m'janë shumë mirë krejt atyne që din me knu si diçka le të vazhdojnë se është diçka shumë e mirë që t'jep në ndjenë shumë të veçanë. Ndoshta nuk do më përgjigjesh të kjo pyetje, po unë gjithsesi do ta tentoj një herë. Po në zemrën e Kidës ka filluar të rapë për ndonjë person special apo është akoma herët? Jo, për momentin jo. As nuk po du me këshyr, si jam përkushtu shumë punë, kështu që ka kohë edhe pak. Edhe shumë. Jetën tem kom lyp diçka sikur te Jeshtu më nuk që nuk kom e gjet Tash masi që e pa që m'ka dal për para Se di pse m'do këtë që dën me muhe Cilat këngëtare shqiptare që ndoshta dhe kosovare që përshtaten pak stilit tënd do të vlerësoje? Mu më pëlqen Ira Istrefis, tash është këngëtare e re, unë e kam shoqe shumë të mirë, edhe është një vajzë me të vërtet shumë e talentume, ka edhe shumë tjerë, sa i përket trejave më pëlqen edhe Enca, më pëlqen plot. S'po di, s'moj me veçu njënën, po ka shumë. Në stilin tënd apo në mënyrën e të kënduarit bazohesh në modele botërore, këngëtare që ndoshta ti ndjek ishe jo për të imituar, por thjesht për të marrë deri diku shembuj për të perfeksionuar ndoshta stilin tënd? Zakonisht gjitha këngëtarët kanë frymëzim prej dikujt, jo veç këngëtarët, por edhe stilistat. Unë pëlqen Rihanna, më pëlqen Rita Ora, Beyoncé, krejt çto që janë më endë tash. Kom pas kur jam qenë e vogël më ka pëlqyer shumë Rihanna. Edhe krejt atë frymëzimin e kam pak prej saj, po jo, nuk shkoj në drejtën e saj, unë kam qef me bo diçka vet. Tash e kam dizajnerën Donjeta Macula, me të jem të bashkëpunu diçka, kem me pru diçka shumë ndryshe, edhe besoj që keni me prit shumë mirë dhe kam ju pëlqy. Po vera që lam pasi ka qenë për ty, e mbushur me punë apo ndoshta ke gjetur dhe kohën për të pushuar? Me të vërtet kjo vera që ka shku ka qenë krejt e mbushur me punë, vetëm 3 ditë i kam pas që kam pushu, tamam ndeti, se është pak vështirë për mu, se unë e mësu ma herët ka 2-3 javë rëshan detit, tash krejt ndryshe. Verën e kam pas full me koncerte, shumë kam pas koncerte, u konë shumë befasi për mu se ke menu, që ka me mëri dherin qatë pikën, ka me majtë koncerte, se ka që jem vetëm qaj viti që ka lajt, tash më pak që jem, u konë diçka që une se kom para me ndu kor, edhe vetë erdhë, edhe po më bërë muni shumë mirë qa kemë bo dhe rishtar, që është besoj që tash këtë verë ka me pas shumë ma shumë koncerte, edhe kjo ka qenë vetë si fillimi, po tash ka me pas diçka ma shumë. Ndarut e koncertet, pritet ndonjë i afër tani, jo vetëm për verën, pasi le të themi që është disi larg, po këto kohë e fundit paktën këtu në Tiranë? Po në Tiranë kam një me nënën tonë. Shumë afër, le të themi. Ndonjë hobi tjetër që të pëlqen përveç kërcimit, sepse di që të thuash, edhe dizajnimit. Ku është tjetër Kida? S'po di, në këndim vallëzemën dhe dizajnin është tamam Kida, po tjeras. Pra gjithçka që ka të bëjë me artin. Diçka që ka të bëjë me artin, janë sotria, nuk e di. Ndoshta kam edhe një që kom zbulu alo. Kida, duhet të falenderoj shumë që ishe sot në Pink Report për minutat që na kushtove dhe të uroj sa më shumë suksese në karrierën tënde dhe në projektet në vazhdim. Faleminderit shumë për juve, besoj që krejt projektet kanë më pëlqyer. Miq të Pink Report, edhe për këtë javë rubrikës tonë erdhi fundi, duke shpresuar të jeni argëtuar në shoqërinë tonë, por edhe me atë çfarë na rrëfeu sot Kida, unë ju them mirupafshim, do i takojmë sërish në insertet të tjera të emisionit 30 dielli, vetëm tu në televizionin tuaj. Na një report.
si kur te T'jeshtu më nuk që nuk kam e gjith Tashma si që e pa që m'ka dal për para Se di pse m'do këtë që dën me mu